zhveshja është bë njësi matëse për tërheqje, për rrëmbim të vëmendjes, apo? Kjo me e matë me surën tin del mjerim. Del mjerim, Allah, del mjerim. Nga se Allahu Gjelle Wala të ndërru dhezër në Kur'an e përmen petkun si begati. Petkun si begati, begatia. Qka është interesant? Një lidhje shkurt. Përmendë Allahu Gjellewale lëkurën e kafshëve. Lëkura e kafshëve është petku i tyna, po. Qaj petke kanë, ata s'kanë jakën e me vesh. E ka petku në jashtë, apo. Shikani, Allahu Gjellewale të petku është filozofi shumë e rëndësishme, apo. Allahu përmendë lëkurën e kafshëve. Apo, që duke i zhvesh ato, veshën i jo, që shtu i kënë ndërru ju, apëtën. Kur të rjip kafshën, të e zhvesh nga petku i saj, kuptimisht, apo? Nga zhveshja e kafshës, nga petku i saj, ti bënd petk për veti. Që të proces të veshjes tonë, duke zhvesh kafshën, Allahu thot, a i një të pa që shtu i kënë ndërru na ju, apëtën. E njeri tash muqu, apo edhe petkun që Allah ka bu nder e kënari e identitet, apo me hjek, për me të regu petkun e lkurës, që sështë petki njerit, është petki kujt. I dikuj tjetër është aj petka pëtën. Ata tjertë me që të petë kalzonë se sajnë të mirë. Jo njeri. Nën kupton, ata që Allah tha, thumma redednahu esfele safilin. E përsia jote dhe ngritja jote dhe kënaria jote dhe ketë që i përmanëm janë në kuptimin e bukurisë, në kuptimin e ndërtimit, në funksionimin e natyrshmërisë e cila komunikon me shpalljen dhe mbi bazë e këtij komunikimi dhe mendje që kupton ndërtohet njeriu dhe ngritet. I pa ai që është përfill këtë mirësi dhe këtë begati, çka ndodh? Thumma radadnahu asfala safilin. Pas Allah thotë Radadnahu i ka dy kuptime. E kemi përmbys në nivellet më të ulta. Asfala safilin është mas poshtë. Dhe kjo është realisht në të kundërt e ahsen. Ahsen është superlativi i mirë. Do në formën më të mirë e kena kriju njeriun. Brendshme, mas pari, pasaj tjeshtë. Por kur njeriu se ka kuptu realitetin e bukurisë dhe se ka kuptu realitetin e begatisë, dhe se ka vlerësu begatin si duhet, rededinahu. E kena përmbys aftër. E kena këthy, e kena hudh në mas ullët që është e mundë shmafta. Rënja e njeriut në nivelin më të ullët mundë shumë në kuptan, hudhje në gjehnem. Dëmon ma poshtë se në gjehnem me shku, ku ka me shku? Ka me shku edhe një shkallë ma poshtë, pa për në gjehnem. Do ma keqë se në gjehnem s'ka. S'ka ma keq. Nuk ka ma keq. Nuk ka ma mirë se në gjenet. Dhe s'ka ma keq se në gjenem. Mes asaj që është me mira dhe asaj që është me keqja, është jeta njeriut. është ai që ka me vendosë për vlerësimin dhe poshtnimin e tij. Njeri që të qëndron, njeriu mes poshtnimit dhe vlerësimit qëndron mes dy pikave, vlerësimit të ngritës në xhenet dhe poshtimit të tij në dënim të xhenemit, Allahu na ruaj.